pse duhet të besoj që Islami është feja e vetme e vërtet nga 4300 fe? Duket statistikisht e pamundur që ti të jesh sakt dhe të gjithë të tjerë të jenë gabim. Në fillim kjo tingëllon e arsyeshme, por e keq kupton mënyrën se si funksionon e vërteta. E vërteta nuk vendoset nga numrat. Nëse 99% e njerëzve besojnë diçka të rreme, kjo nuk e bën atë të vërtet. Për shekuj, shumica e njerëzve besonin se toka ishte e sheshtë. Ata nuk ishin pothuajse të saktë, ata ishin plotësisht gabim. Realiteti nuk ndryshon bazuar në votën e shumicës. Tani, për 4300 fet, kjo. Shumica prej tyre nuk janë besime krejtësisht të ndryshme për Zotin. Shumë janë tradita kulturore, praktika shpirtërore lokale, sekte të ndryshme të së njëjtës fe. Kur i heq etiketat, pyetja e madhe bëhet shumë e thjeshtë. A nuk ka Zot? A ka shumë Zota? Apo ka një Zot të vetëm të vërtet? Këto përgjigje nuk mund të jenë të gjitha të sakta në të njëjtën kohë. Pretendimi i Islamit është i qartë dhe i thjeshtë. Ka një Zot, jo njeri, jo pjesë e krijimit që nuk varet nga asgjë dhe nuk e ndan fuqinë e tij me askënd. Islami nuk thot se të gjithë të tjerët janë budallënj, ai thot diçka shumë më të saktë. E vërteta është shpallur shumë herë, mesazhet janë ndryshuar, humbur ose përzier me ide njerëzore. Islami pretendon të jetë korrigjimi i fundit i ruajtur, jo një invencion i ri. Pra, Islami nuk i mohon profetët e mëparshëm, ai i konfirmon ata duke refuzuar kundërshtitë e futura më vonë. Gjithashtu, Islami nuk kërkon besim të verbër. Kurani vazhdimisht u thot njerëzve të mendojnë, të pyesin dhe të reflektojnë. Ai sfidon lexuesit të gjejnë kundërshti dhe shprehimisht thot se nëse ekzistojnë kundërshti, ai nuk mund të jetë nga Zoti. Kjo është e rrallë. Besimet e rreme shmangen pyetjet. Islami i fton ato. Prandaj Islami nuk është thjesht një besim mes mirave, por mesazhi përfundimtar i vërtet dhe i ruajtur nga Zoti. Nëse kjo video të bëri të mendosh, mos e mbaj vetëm për vete. Cili është mendimi yt për këtë mesazh? A beson se e vërteta është gjithmonë çështje numrash apo diçka shumë më e thellë? Shkruaj komentin tënd më poshtë dhe bëu pjesë e diskutimit. Nëse kjo video të pëlqeu, na ndiq në kanalin ton Limotiv që të mos humbasësh asnjë reflektim të ri. Na ndiqni!